Zëvendës kryeministri Izet Megjiti nga Vlenë thot se edhe pas vendimit për largimin të Arben Taravarit nga shumica parlamentare, kanë 13-14 deputet. Megjiti tha se qeveria është stabile. Zëvendës kryeministri i parë, njëherë nga radhët e Vlenë, Izet Megjiti, tha se janë në bisedime intenzive me grupe dhe subjekte të ndryshme politike, pas çka do të caktojnë se kush do të marrë pozitat që kishte ASH-ja e Taravarit në ekzekutiv. Qeveria është stabile, Vleni është në qeveri për shkak 107.000 votave që i ka qenë fitore absolute në zgjedhjet e kaluara parlamentare. Ato vota nuk janë as të Izet Megjitit, as të Taravarit, as të Biladit Afrimit, janë vota, domethënë, opozitare, vota që ka votu për ndryshim, dhe ato vota mbeten në Vlenë. Dhe për momentin e kemi lëvizje të zotit Taravari, po jo gjithë subjektet aleancës, sepse ka një debat të brendshëm të nxehtë brenda aleancës shqiptare, që është një antipod i BDI-s, të cilët veç po e kundërshtojnë veprimin e kryetarit të tyre, dhe unë mendoj se pjesa dërmuese e antarësisë së aleancës do mbetet në Vlenë. Ato e kanë derën hapur në Vlenë, ato kanë kontribuar për këtë fitore, kanë kontribuar për ndryshimet, dhe nëse dikush i ka borç BDI-s dhe Ahmetit, mund të vazhdon të shkon te Ahmeti, po pjesa dërmuese e aleancës besoj që do mbetet brenda Vlenit, dhe ende pa përfunduar epilogi me aleancën për shqiptarët. Unë e them edhe sot, qeveria ka numrin e njëjtë të deputetëve asa ka pas edhe me Taravarin. Megjiti konfirmoi se të gjithë resorët e udhëhequra nga Taravari do të mbeten në menaxhim të Vlenit. Sipas Megjitit, shumica e partisë nuk pajtohet me largimin e Taravarit nga qeveria, me Arben Fetajin, i cili ende nuk e ka ndarë mendjen nëse do të mbetet në qeveri. Megjiti tha se është në komunikim.